Qershori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor të djemve dhe burrave, një temë që vazhdon të mbetet sfiduese edhe në shoqërinë shqiptare. Pavarësisht se problemet e shëndetit mendor prekin të gjitha grupmoshat dhe gjinit, burrat shpesh hezitojnë të kërkojnë ndihmë profesionale për shkak të paragjykimeve, stereotipeve shoqërore apo frikës se mos perceptohen si të dobët. Burrat janë rritur dhe edukuar me konceptin e më të fortit, duke mos u ankuar. Dhe kjo e rrit rrezikshmërinë, rëndesën që mund të ketë kyç rregullim në seksin mashkull. Përjetojnë në simptomën vuajnë afatgjatë, pa kërkuar ndihmë dhe pa trokitur në profesionistët, duke pasur rritjen dhe edukimin e vetëshërimit të më të fortit dhe kjo do kaloj vetë. Edhe në Korçë, specialistët e shëndetit mendor vërejnë se shumë burra zgjedhin të përballen të vetëm me stresin, ankthin, depresionin apo vështirësitë emocionale, duke shtyrë konsultën me mjekun deri në momentet kur problemet janë bërë më të theksuara. Tek meshkujt mund të vjen re izolimi social, mbyllja në vetvete, ndërpresin kontaktet me shoqërinë, me familjen, por mund të jetë dhe ekstremi tjetër me shenja dhune, agresiviteti, agitimi dhe mund të çojë në rrezikshmëri më të lartë në kryerjen e tentativave suicidale të realizuara. Nëse femrat kanë më shumë mendime, i shprehin mendimet dhe ka kohë për veprim dhe për ndërhyrje, tek meshkujt tentativat e realizuara pa kërkuar ndihmë dhe pa u shprehur me studin janë më të shpeshta se sa tek femrat. Bode thekson se problemet e shëndetit mendor nuk duhet të konsiderohen si shenjë dobësie, por si çështje shëndetësore që kërkojnë vëmendje dhe trajtim të specializuar.